frymarrje me gojë, siç e përmendëm lart, edhe një frymarrje me hundë. Kur ne marrim frym me hundë, gjuha pushon në qelz. Sa rgëlltitemi, gjuha me aktivitetin e saj ndikon në zërimin transversal, pra në zërimin e qelzës dhe në pozitë normale të qelzës. Në rast se kur pacienti merr frym me gojë, atër po e shohim edhe pozita e nofullës së poshtme, që është vendosur poshtë dhe prapa. Pacienti merr frym me gojë, gjuha pushon poshtë. Këtë rast në foto nuk është që ka të hapur gojën, mirë po gjuha pushon poshtë dhe ndikon në nofullën e cila është më e ngushtë. Po, pastaj kjo edhe ka marrë formën, sepse edhe pacientët të cilat kanë një deformim të tillë, pacientët që marrin frym me gojë pastaj përveç deformiteteve që ndodhin në nofull, ka deformitete në posturë, shumë probleme të tjera. Në ndërkohë këtu po shpjegohet sakt brenda kësaj fytyre gjendja që është. Po, sigurisht, do të thonë po e shohim këtu që pacienti gjuha po pushon poshtë, edhe pacienti po merr frym përmes gojës, ndërsa këtu po merr frym përmes hundës. Me i dallu, sepse zakonisht tendenca e prindërve, sepse nani janë vetë, kur marrin frym fëmijët me gojë, gjithmonë thojmë ose i ka bajamet, ose hundët e bllokume. Por ja që duhet të identifikojmë edhe si problemeve këta. Kjo është një problem ndoshta multidisiplinar. Fillimisht konsultohet një ortodont, nëse problemi është ortodontik ose një konsult ose te një stomatolog i përgjithshëm. Së paku edhe ai mundet me diagnostiku. Pastaj, përveç që shikohet a është problemi ortodontik pra, mundet me qenë edhe problemi për shkak ndonjë pengese në hundë. Do të thonë, shpeshherë pacienti ka devijim të mesit, apo çrregullimeve të tjera të cilat në mënyrë multidisiplinar